çfarë është ajo gjë aty? Kush, miku im? Kush është ajo? Është meteori goditës, më i plot fuqishmi. Dhe tani është koha që ta ushqejmë. Më mirë që ta lë këtë vakt. Për mëngjes kishe ja ca burrito sot. Dhe kam grënë një 8 copë si ato. Jo ti, kokbosh. Por meteori ka nevojë që të ushqet mirë dhe pastaj do të nxjerrin fuqinë e tij. Me që po flasim për fuqi, por unë ku do e marra atë që meritoj tashmë? Do keni nevojë për mua nëse ato gutrashet e dregjit Umbamedot të gatërohen me punët tona. Pra, si do që të jetë, do ta gjynjësosh botën ndaj fuqisë së madhe, duke komanduar fuqinë galaktike në këtë valle. Duke i treguar botës frikën që të mos mendojnë për këtë shtrigën. Unë dua të gjithë parkun për vete të muzeumit. Çfarë doje? Unë jam buri më i pashëm që mund të shikosh dhe më i quari që mund të takosh. Më duhet të kem shumë fitore, sa që këmbëve t'i jap një shikim të bore. Sinqerisht, shiko sa të pasta kristali kam këmbë. Nuk dua yllin pasënën se kam zili. Dua të përgatis veti për pak lumturi. Do ta sjell botën rumbulla ashtu si një portokall. Që Rokxhavit të shlirohet fort dhe të heqë këtë hap. Ushtrin time në vetin e Rokxhavit unë du ta kem. Qastjoni në vend, mos më hapi asnjë problem. Kalja mo që veshin bluzët dhe koshka të Rokxhavit. Qastjeri për tyre, mos të kitë kuzim që të gjëmamit. Çdo cepi mund që më këti vendi. Duhet të shikoni pikturën e zoratit tim. Hej, qa kakën pëpë? A nuk do të qëndrosh me gjatë, ndaloje atë. Rokxhavit ti mirë qa bën dhe duke shvetullon bacen. Me kitarë në dorë, do të bëj shfaqen. Sepse festa betet vetëm e nja. Rokxhavi risim buroj lartë në përshpia. Jam pra Kushenova. Unë jam si Rambo. Kush ka përfitu? Dihet që unë apo jo mërnish? Findi Rokxhavi. Ma kalanta. Mendoj se nuk e kuptova mirë. Ti po don ti time për pak shef. Po harron emrin tim që kam si për dritave morder. Unë bita akord me ty, se që asuma jo të komandon, po a bëj një park të bukur pra. Me emrin vendi i Rokxhavi. Lironi! Çfarë duhet të bëjmë? I malli meteor! Oh.